A jena gati? Ali, Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë me podcastin, inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Shikues të nderuar, vazhdojmë ne me emisionin ton, podcastin ton Merr Frim. Misafir sot e kam një shok timin, një misafir të posaçëm, Valon Berisha. Mirë se erdhe, Valon. Mirë se gjetëm Suno, faleminderit për ftesën. Si të kam aje mirë? Mirë, faleminderit për Suno, po kalojmë përgjithësi. Alhamdulillah. Për ndryshe Valoni i njohur është për shkollimin e tij. Ata që e njohin e dinë që Valoni është i sprovuar edhe me syt, domethënë i verbër. Si e kishe komentuar Valon këtë? Pa i Suno tash normal edhe për mua domethënë nuk ka qenë lehtë më koni sprovuar domethënë me çështjen e syve. Se tash për shembull dallon edhe sprova prej sprovës. Normal. Kuptohet domethënë sprova e syve nuk është edhe e lehtë, a den se një fjalë që thonë pa unë lëkurën tonë nuk kërkosh smunat me ditë. A den pa na vetë kena përjetuar domethënë se sa është e vështirë, sidomos në periudhën e fundit, koha domethënë është bërë dinamike. Po. Edhe domethënë gjithmonë dikush duhet me të ndihmu, jeni varur për dikuna që me shkutë në dyqan apo deri me kry një shërbim apo në xhami për shembull, gjithmonë duhet me qenë dikush afër teje. Po, mëse ka caktuar domethënë Allah i këtë sprovë prap alhamdulillah dhe s'kena ku me shkuar, dhe unë jam prap i pajtimit edhe jam i kënaqur me këto që e kam. Po thu elhamdulillah, domethënë e falenderoj Allahin pse i sprovum. Pa normal tash, domethënë ka mujt ndoshta me diçka tjetër më sprovua, apo kupton? Ndoshta diçka shumë më keq se sprova jeme. Tash për shembull ka raste tjera për shembull që nuk du me ofendu kërkon për shembull ko njerëz që janë sprovuar për shembull me lëvizje, që në lëvizjen domethënë në karroca janë. Ata domethënë tash edhe duhet më çu dikush edhe për shërbime personale, për shembull në toalete këto sana. Po ato për shembull unë i kryj vet në një terrenin këtë sanat i bëj vetë, pastrona gjitha sanat i bëj vetë, nuk është një problem i madh. Më herët mi pastron dikona që shikimi është, e kish marrë diçka din ku më di se çka është problemi i madh mos me pa, po sot për sot domethënë edhe me shoqnin që arri thonë na nuk e shohim si sprov për shembull të ju që nuk po shihni, din se shumë jeni më tallë edhe se na. Edhe domethënë e majmë vetën edhe tash kjo alhamdulillah është edhe dhunti prej Allahut që na ka dhënë, nisa na ka marrë, por shumë se në tjera na ka dhënë. Alhamdulillah. Kur për herë të parë kështu ballafaqove me sprov apo ke qenë prej në lindje si? Pa i Suno me fol realitetin. Po. Domethënë tash shkenca thotë që kjo smuj është trashëguese. Domethënë tash po në kohët fundit domethënë që i kanë bërë disa analiza do testet gjenetikës. Mjek thonë që nuk është gjenetike. Tash aty prapë Zoti din më së miri, domethënë është trashëguese apo jena apo masane. Por ne si fëmijë e kena kuptuar shumë vonë. Unë domethënë te moshën 11-12 vjeçare kam lëviz vet, kam lut me top vet, kam vozit bicikletën vet. Deri në moshën 13-14 prapë kum dal kam lëviz vet, kum shku domethënë më herët u shoh ka pak fitness aty në mahall. Shkojsha edhe vet. Domethënë po ka filluar çatër, domethënë mu paraqit pak më tepër pengesa e syve. Domethënë në moshën 15 vjeçare ke pa qartë. Deri në 13-14 kum pa, po tana pi atyshit ka filluar me vështirësi. Po edhe moshën 10-11 vjeçare u ka vrejt që kam probleme, domethënë po jo në atë mos që kanë mujt me kuptu njerëzit në shikim të parë ose për një herë që kanë problem me shikim të syve. E pastaj? Domethënë ka filluar të urrit. Në shkollë mesme, domethënë ka filluar një ramje shikimit kogja. Pastaj kur e përfundova shkollën e mesme, edhe në fakultet, edhe në master që isha masanina, domethënë, edhe aty u vret një ramje kogja e madhe e shikimit. Nashta ka ndiku pak edhe stresi, provimet, mësimi. Domethënë se këto lidhen, domethënë janë ndër faktorë që ndikojnë jo vetëm te problemi i syve unë që e kam, po edhe të një person tjetër me pas një smuj caktuar, nëse është i ngarkuar me stres e me angazhime, ajo smuja normal që rritet, pozitive me menaxhu, ajo përshkallëzohet ala më tepër, tash edhe tune kanë ndikuar ashta pakës edhe stresi e këtyre këtë provimeve, fakultetit e mësimeve ngarkesave. Po prapë s'është keq, apet mirë është alhamdulillah. Një gjë interesante të se më përdu me cek këtu për shikuesit, si mësim për neve,
fiksori për mua dhe për këtë, është fakti që ti je i diplomum. Do të thonë nuk sheh, Valoni nuk sheh hiç fare, por është djalë i shkollum. E ka sos fakultetin. Edhe magjistraturën, ë? Po. Hajde tregon pak. Po, Si mundet një djalosh i verbër si Valoni ta kryen fakultetin, ta bëj magjistraturën. Subhanallah. po, suno, unë me të folë të rejtën, më thënë, historia e me ka qenë pak interesant. Po. Unë në fillore sa isha atëherë, nuk më ka desh shumë mësimin, apo kupton? Kam që vetëm me kalu në landët edhe hajt për të mirë që shtojnë një fjallë. Pastaj, kërë këm përfundu klasën e 9, një vjetë këm pauzu në shpesë, këm shumë në shkollë, motra ishke në klasën e 9, edhe... Përdryshe edhe motra është e sprovume me sy, Po, më thonë edhe 2 motrat mija, po atër babi edhe mami thonë, dhe më thonë që me hime atë motrën në teme, mbrapa mija që është Valmira, me prit ata me një shkollë të mesme bashkë, edhe vendosëm më regjistru në drejtimin juridik, shkollë të mesme në ekonomi, shkolla e mesme e merë Prizren, jetë jem Prizren, edhe me thonë drejtën, suno kur hina une, e mora më seriozisht këtë punë, dhe është, ja, ku mi shkollë të mesme, më këtu a i gare s'ka, ja, pa mësoj, ja, më shkoj hiç në shkollë. Edhe kum nis me fillu me mësu shumë sono. Këtam shumë, do thënë nuk bëhet hajgara, po shumë sinqerisht kum mësu shumë. Edhe këtë pesë që kum pas notat, vetëm bënëm një rast në pa ndodh me një profesor i gjeografisë. Unë mësova shumë mirë, edhe disha vetëm që e di për 5, ma që ti 4. Edhe më thonë ka pesi një lloj i nadi tash aty pse më që ky 4, unë e di për 5. Vetëm nana më bëj ai, bënon thënë se ti që përpara e pajtu me 3 me 2 kur kimo shkollë fillore se tash 4. Po jo po thosha pse më hunger hakin aty. Çajo. Edhe tana suno kena vazhdu kena mësu me motrën, domethënë bilëm tash ka ne kush edhe që ka çështë apsi, po na kena pas apsin suno. Profesori e krye mësimin, ala parazilja edhe 10-15 minuta, ne mësoshim çat mësimin me motrën edhe çoshim ja përsëritim profesorit. Çat mësimin e njëjtë. Ajo domethënë atëherë kena pas që të si sot nështë asu në bëj, ama për atëherë do më thonë, plus 2 vjetë jena shpallë në zonca më të mirë me motrën, me për gjithë shkollën e ekonomistë, me ditarë, do më thonë për klasa M1 edhe i motrë është lezu që jena në zonca më të mirë. Mashallah, mashallah. Qish mësojshi? Po, suna atë në shkollë të mesme, një shoqe e bankës, atë kujdestarja, do thonë ato zoti më shëroft të kujdestarën dhe e ka ndru jetë, ama ajo na ka kështu si fëmijët e vet, mua dhe motrën, bëlem kur shku më regjistru na. Unë kom pasur te një profesor në klasë, e motra te ky kujdestarja. E kujdestarja luti atë kolegën e vet i tha, a bën me tha që të dy ti marr unë tha në klasë teme, tha mize kokën vëlla e motër, atë tha se për mi doj ka tha zemra, din me një fjalë. Edhe hinëm te kujdestarja. Edhe kena mësu suno kujdestarja i tha kolegëve, do të thonë kolegëve aty në klasë i tha qenë tha, kush po merr tha iniciativën, më ia dhën shkrimet Valmirës edhe Valonit që më ia shkruan do të thonë ana vetë mësimet të shtëpia për më mësu këta. Një shoq aty në bank tha, unë tha kujdestari ja jap tha gjitha, se si në land, domethënë sot i kena pas 4 land që kena shpjeguar në orë të mësimit, ai na ka dhënë fletoret. Edhe pastaj nona i shkryen në fletore. Edhe domethënë shkollë të mesme s'ka pas shumë mësime si në fakultetin në master, domethënë tash kur dalëm te kjo pjesa ta shpjegoj. Atëherë domethënë nona e lexoi mësimin, unë mbrapa nonës e përsëriça 4-5 herë. Nëna jote domethënë e ka lexuar. E ka lexuar domethënë. Ti e ke dëgjuar edhe e ke mësuar. E kam mësuar. Po thonë edhe unë një herë më mësoj që një herë me motrën teme. Edhe çashtu domethënë i kena mësuar 4 vjet në shkollë të mesme. Edhe kryet. Po, edhe kena kryer. Pastaj fakulteti. E pastaj fakulteti domethënë vendosim me motrën me shku me studiu në Tetov. Ka pas domethënë ato barierat, domethënë ato sfidat, jo mos shkojeni më regjistru, jo jeni të verë, jo smuni, jo kush jeni mona ne këne atin. Tash kuptohet se cilë prindë ka frikën për evladin e vet. Normal është, atin tash edhe une, nesër mas nesër nëse më jep Zoti më po fëmijë, kam votuar për fëmijën time me çuna 70 market, apo kupton? Ose për shembull kur i 2 fëmijë me pengesë. Edhe me çun jashtë shtetit, edhe në kënd kushtet si sot që janë sikur kur kanë qenë para sa i bjen tash, domethënë 2019, diku 16 vjet i bjen, apo kuptoj, shkolla në fakultet. Po na vendosëm, edhe një shok i jon i tha, edhe un po duam me studiu, erdha ai me neve, me një banesë, domethënë na fleshim veç, ai veç. Po ai mas 3 muaj u dëshpru, e la fakultetin. Po unë me motrën nuk u dorëzum, na vazhdum prap. Mashallah. Tana u desh domethënë një qika hoxhës Reshadat jem prezant, domethënë ajo ishte studie këtë në Tetov. Çështu fjalë mas fjale,
edhe i thanë motorës, domethënë, "Okej, ti ke marrë të ne në banesë, në kod provimeve, e Valoni kena me qumë me një konvikt, ka qenë një konvikt aty në Tetovi turqve, do të nënve Sulemanive, ka e di ata. Edhe bisedu me dekanin e atërshëm fakultetit Tetovës, tha tha ju jeni tirun për ligjëratave dhe krejt, domethënë vetëm provime vini i paraqitni. Një kolege bona të Suarekës, ai na bleke literaturën ose vishim edhe vetë bleshim literaturën. Edhe çështu, domethënë viti i parë hinën provime, domethënë qershorit, i dhan provimet pak me vështirësi, po s'ka pas mëshirë, hajtë se jeni të verbere. Ja, suno. Para ashtu, neve na me goje na pyet, s'kena marrë dikush me na mush testin na me fol. Na ket me goje na pyet edhe para studentave tjerë. Tash më thon, ti më di sa më di, kur je para masës sa të kap emocionat kapën. Absolutisht, po. Edhe i kalun provimet tana aty në fakultet, deshti Zoti, i takova do shok të mi, dhënë Preshevës, Shkupit, Tetovës. Një ndërta është edhe një shok i imi, domethënë i Shkupit, e cilin e përshëndes shumë dhe lut Allahun që Allah më dhon atë gjitha të mira të dunjas, edhe të asaj botës tjetër. Amin. Furkani është ai. Do kena munal të Furkani, pa ka dalë mos ka përcel. Po vesh një kuriozitet ta tregoj pak këtu. Unë rrisha me një shok të Preshevës me Jonuzën aty. Po. Edhe më bëj çeve kena një shok këtu në Furkani, unë shiq ai social ka shumë thosh ai, ky ku ka bëjat njëri vetaj ku rrihet me këta aty. Tash, po ai jo tha djalë mirë be Valon, tha ka dole, po më thon drejtën pikëve shokëve. Furkani, po, Valon, për shikues, domethënë kush e sheh Valonin gjatë gjithë studimeve në Tetov, po edhe në Shkup edhe në për vende tjera kur ju kanë po, aty ka qenë edhe një djalosh tjetër, Furkan Xhelili, Furkani i Shkupit, i cili gjatë gjithë kohës ka ndihmuar, në krah ka marrë numrin i kon bashk, po, në qabe, në shkollim. Andaj publikisht e falenderojmë Allahu xhenet ja bon Furkanit, i cili e ka bon veç lillah fillah, për Allah. Furkani po, ama unë i përshëndes edhe i lut edhe për prindit e Furkanit, edhe për motrën e vet, se edhe ata na kanë qenë vetë derën. Domethënë kena najt të na në shtëpi, te ata në shtëpi fakt si unë shpiton me najt. Vallahi po. Allah i shpërblet. Sot është problem, për shembull, tash mos folin është pak mos ta teproj, po vllavi me majt në shtëpi ose në banesë. Ç'është ashtu? Ata domethënë neve na kanë majt natë kohë, domethënë nuk është për kohën e sotit, por natë kohë ka 5 javë, 4 javë kena najt te baba Furkanit, te nona Furkanit. Edhe ti edhe motra. Po, bilëm një herë kur kum najt kur ka qenë Furkani në Amerikë, po në ekstrem aty jam ngushtuar. Po baba vet më ka bëu Periam për këtë punë mos e mërzit ri rahat, unë të konsideroj si Furkani. Edhe bilëm, edhe baba vet ka pasur në provime na ka qenë neve 3 javë, 1 muj do top sa sekond Furkani. Do thonë edhe ka babën e vet pak pa çeve ka pi zemrës. Allah e lehtësoj. Allah i shërofte, jam fundit, Valon, fundit ato kanë bën për veti, kanë fituar sevape, fitojnë edhe xhenetin. Ama unë nuk muj në emision kuat që kurrinë për mbledhje pa i përmend Furkani edhe mundin e familjes Furkani. Unë doshta për shikues, doshta edhe Furkani tjetë bërëm që këtë aspektin, por nuk pranoj në atë aspektin e modestisë që e ban për Allah, opton, kështu që Allah e shpërblet. Ama ka me hile këtu. Pse? Asëm ka tërgu që kena me dalë sot në emision, veç të kime shku tha në emision, po qaj stërë, shka me botë. Ani, ma interesant, kur i pa përgatitur. Si do qoftë, do më thonë e kryte universitetin, universitetin e Tetovës, fakultetin, pastaj edhe magistratura. Po, tana suno... Shikus, të nderuam, shikoni, Valoni nuk sheh me sy, por magistraturën e ka kri. Fakultetin pas e popo dhe magistraturën. Ditë do më ti e shembull edhe motiv për trit, me mësu. Alhamdulillah. Po, vazhdo. Po, suno tana, kur e kryta fakultetin, masë nuk desha me shku, sepse u dëshprova, ose unë me një fjalë, se këtë financat u duke me tonat familjes me kry fakultetin. Kena apliku për bursa në shtetat jenë komunë, nuk në kanë përkra. Tash më thënë si personat verber, edhe ja shtetit, nuk në përkrajshin shteti, edhe me thënë drejtën tash 2 studenta mi shkollu, nuk është bashkë edhe let, edhe plus ja shtetit. Edhe i thash babit edhe nanës është okej, unë nuk po vazhdoj master se shtrejt. Plus masteri u konë 600 euro, 650 euro. Po, nda. Dhe po, okej, tha, vazhdojmë, edhe kur hinëm edhe masteri unë deshtë me përfundu. Dhe më thonë, kada ka dalë, po shqyru kry edhe masteri edhe me 1 mars më zgabosha në 2017,
kom magjistruar, kom bërë domethënë temën në diplomës me notën 10 që ka qenë tema e drejta trashëgimisë së femnës në Republikën e Kosovës dhe në konceptin islam, diçka ka qenë tema që shkon zgabosha. Koncepti islam se pak kena me një dhe kafe, se podcast fetarin. Po. Kur për herë të parë kështu ja nisi namazit, udhëzimit? Po, sono me thënë drejtën në 2009 unë kam fillu komplet, domethënë me 5 vaktet, domethënë këtu në tetor kur kom ardhur, muaj i parë, domethënë i studimeve ka qenë muaj 10 tetor, tani me 31 tetor kam filluar namazin. Po në xhumë domethënë kam shku edhe 1 vjet përpara, 1 vjet të gjysmë këtu me nai djart minjës aty këtu. Po agjerimin e kam bërë qysh si fëmijë, edhe çto ka dole, ka filluar domethënë edhe udhëzimi, pastaj tani normal se na të shku të mësoj për feja dhe alhamdulillah sa më të kuptosh më ndryshe edhe i perceptosh domethënë kur e ki fejen edhe besosh që gjithçka ka pe unë Zotit, domethënë kur gjë nuk është në dorën tonë. Alhamdulillah. Si ndihet Valoni kur e fal namazin? Pa i sunon normal, ajo unë ndina shumë rahat, shumë i qetë, domethënë kur ta falë namazin, sepse është domethënë ajo ushqimi i shpirtit, nuk është domethënë ushqimi fizik. Domethënë na marrim ushqime fizike, ngopemi, okay, ama kur ta falësh namazin është çetër muhabet, çetër krahasim, domethënë ushqehet shpirti edhe normal që e gjesh veten më së miri. Po mos ishte ndoshta namazi, ndoshta edhe sprovën s'unë kisha përballuar më lehtë. Apo kupton? Valon, ahireti, xheneti dhe xhenemi. Po. Çfarë pikpamje ki nga ky pozicion momental i cili je i verbër? Po. Kur e menon ahiretin, xhenetin dhe xhenemin? Sono tash jo pse unë jam i verbër, po ata që kanë sy kërkush nuk e ka pa kuptohet xhenetin as xhenemin, domethënë po e shohim që përshkruajnë domethënë hoxhallar nëpër dersat e tyne. Domethënë xhenetis me çështjen e dunjas ta e nuk krahasohet. Xhenemin që na kanë shpjeguar domethënë është Allah i na ruajt krejtve, e kuptuat, domethënë është domethënë Zoti mos e qoft kërkonin edhe inshallah edhe na nuk jena prej atynve, apo kuptosh? Po, thonë normal që e shoh diçka që është jo e mirë në xhenemi. Subhanallah. Valon, do shta me dvejt portit e cekëm pak në qabe kër je konë. Na trego pak atë historikun e për herë të parë. Po, sono në qabe, numre kër kena qenë, aty u bë dhe sebeb edhe Furkani me shku në numre. Po. Edhe në shpërblime non stop i shkojmë Furkani, çka më bë tash, kena me xhelozu ka pak, po. Punë të hajrit me xhelozojna, jo për punë të qerrit. Furkani domethënë u bë sebeb që me shku në numre, po tana për skaj temit edhe Furkani i ardh. Si për cilë si jam. Inshallah edhe në hatë që shtu shkojnë në disish. Aty e në konë një grup i mirë, sona për mdokët, ki qenë edhe ti. Po, mbashin. Ka qenë edhe Hoxha Bedrilika, Begjeti, edhe do të Shkupit, kanë qenë grupe e unë, ka qenë mdokët fantastik grupi e në konë. Se harrojnë atërë. Se harrojnë kur, vallaj, po. Bilëm edhe para se me majtë këtë bisedën me ty e pak bisedun për numre, andaj në ndhomë. Po, ajo është moment i papërshkruar, s'krahasohet. Ina pas knas. Valla po, unë kur krum hija, domethënë në borën e çapës në harem. Po. Thosha subhanallah, jam tamam në çapë ma thua ku mon Stamboll, Allah, se disha vetën ku jam. Adim po kada dale thash, ja mirë është elhamdulillah Allah. Mirë. Valon, ti ki do aftësi, më duket në përgjithësi të verbërit i kanë këto aftësi. Po. Ma shumë si ne çka auton. Për shembull, te çështja e automobilave. Ti e din hiç pa e po automobilin, çfarë automobili, është interesant. Po, çfarë veture? Sona po, i vrej domethënë veturat, domethënë edhe një fenomen e kam, nashta është edhe un tipi i Allahut, domethënë kur tipin vetur për shembull, edhe që s'më kur të një vetur si të hyjë, domethënë i tham atij shokut ose me kon komi, them ej, më ndoko që vetura po shkon pak si ngjath të majt, ku be dish ti. Në promni thash një shokut, tash që ky kërë më ndoko se po shkon mirë, tha pse ku be dish. Tash më apo ndoko se po shkon ngjath të majt, tha bravo, tha se bandashi mu ka shtramu, tha. Po ku e dite? Tash po burr tash njëri vesh mos më kon kët në rregull, tash se merr vesh tanke televizja, e të kuptu. Po i marr vesh sono edhe pi ushtimës, bajagi i marr vesh kerrat. Ka pak ta trit, po ma hupin trunin, po prapa pet bibim vijet diqysh. Alhamdulillah. O Valon, kallzom kështu. Momentalisht sa vjeçar je? Për momentin sonë jam 37 vjet. Po, me të çështja e martesës. Ja, Allah jam çdhen ata single jam. Lusim Allahun inshallah. E pa atëherë ta shfrytëzojmë këtë podcast
ta bëjmë një fushat në për Ti bën Instagram, një reklam pak vetës. në për Instagram, në për TikTok, inshallah del dikush, e inshallah Allah ta mundson e të martohesh. Çka është? Ja pra ku e keni një Suna. bukurosh valoni nga Prizreni 37 vjeçar, më i mirë se sa miliona Ja besona, ja që shikojnë. Na le dorën. Allah ta mundsoft. Amin. Po, seriozisht, nuk po bëjmë agare, inshallah nëse ka dikush të interesum, inshallah që edhe këtë, si të themi, pjesë të jetës ta shijosh. Amin, inshallah, suna krejt Allah i begaton me nuset hajrit edhe mua. Amin, inshallah. Valon, çfarë plane ke për të ardhmen? Qysh po menosh sunon, Për jetën tonë. nëse don Allah i mu shëru, çfarë Po, plane kom do me thonë, ka shanse edhe mu shëru, që ki të haru me ceka, po. Po, Si i tu mjeku në Suna- terapi ki, diçka. suna tash që një 4 vjet, domethënë jam të shku në Ankara me një klinikë atje private. Në Turqi. Po, kur kam qenë herën e parë në 2020-ën, nuk ka pas shpresa hiç për këtë diagnozën time, domethënë se shumica e njerëzve e dinë që është kjo diagnoza jon, nuk peceki tash diagnozën. Po, Edhe në fillim mjeku më ka dhënë vetëm terapia, vitamina minerale për më ushqy synin. Prej 2024-s ose në fund 2023-s kur kanë qenë muajin e 12, mjeku domethënë ka nis me dhëna dritën e gjelbër që ka diçka për këtë smuj. Domethënë me do terapia, me do qeliza staminale, po qeliza staminale domethënë të une nuk e ka përvu mjeku me thon. Tash kohëve të fundit jam të marr trombocite në sy. Po ma marrin gjokin tem, peshtin domethënë me një lloj centrifuge, e çato po më jep në sy. Edhe me do aparatura aty në klinikë kanë marrë 3, ajo pe stimulon domethënë nervin optik. Domethënë tash qelizat që janë në gjumë, mos gjumë nga gjumi, po edhe që janë të vdekne, ka mundësi mjeku po thotë domethënë që mu kap njëra me tjetrin edhe mu aktivizu prapë. Po nëse don Allah e bëhet. E sunon nëse don Zoti më thonë mu shëru në pisyve, unë sunon kam me vazhdu prapë inshallah me lenë Allahit, studimin kam me vazhduar. Nuk me thom çka, që është tek aty se doket dikuna, atë pralla i doken këto, po e në të metet të çështja jame. Inshallah, Allah, mrekulli ndodhin, pse jo, Amin. masi ka thonë mjeku, inshallah të kthehet shikimi, edhe mojnë edhe një podcast atëherë. Po atëherë suno 24 orë kam e folë. Stani e ishpi. Çake? Vesh kur dush ti. Jo, të shkëndam. Gatshëm jam. Ej, zemër të kam. Valon, ndoshta me të vetë edhe diçka. Falë beso në sam ki këtu shpritzoja me. Jo, ndoshta me shikuesit folje pak. Ishmë stani. Ma ban halal, lutem, leo. Valoni ceki, domethënë, në Turqi është momentalisht terapia të sen, andaj inshallah del dhe një vullnet mirë, e ndihmon se këtë këto kushtojnë. Jemi në situatë krize, apo tonë mirë po që gjeneti me fituan shumë lehtë, ti ndihmojnë vllau tonë Valonit. E gjenin Facebook, e gjenin Instagram, në rrjetet sociale, kush do me e gjejt, ta ndihmojmë këtë lëçkoman. Valon, porzit, ceke thove, e posh në TikTok. Edhe, qysh kom mundësi ti me telefon me punu kështu, edhe interesante kjo. Facebook ki, Valon Berisha, unë e postoj dhe një status kur e shoh, like ma ka po Valon Berisha. Në Instagram, se dhja ki Instagram? Po. Po, në Instagram ki, TikTok, qysh, ty shë, qysh e regullon këtë punë? Sono, për ne vetë më thonë Apple-i e Po. ka pos programin software më thonë me zonë. Me zonë. Po, edhe tash më thonë na tri, normal, interesi është për më mësu diçka dhe e kena kuptu, në më thonë qysh përdorën, funksionon pak telefoni, edhe nuk e kam problem, në thonë përdorë Instagramin, postoj video, shkruj mesazha, në WhatsApp, Viber, numrat i thirri, dhe më thonë, nuk e kam fort telasha atë çështje. Qysh, e merr Po, telefonin, e marr telefonin që për shkak tash se sa a e ki me veti telefon? Po, Hajde se ka mundësi. Në më thonë tash, ora është dhe më thonë 14:33. Po, Apo kupton? e qështë e merr vesh të ashtë ora? E marr vesh, do të thonë. Do të tash është dita e ejte 17 korrik. E në WhatsApp, për shembull, do mi shkruaj dikujt që WhatsApp që për shembull tash unë e hije në WhatsApp. I can help with that. Who would you? Home. Google Translate. Search. Page showing app library. App library. Search field. Google Translate. Search. Page 3 of page 2 of 4. WhatsApp. Tash vjen te WhatsAppi, sunë është, ko? 3. Back button. 3. Back button. që për shembull tash Jasmine. Deals up.
te Furkani për shkak Po, që te Furkani. Kur ka dalë më marr sot në kufi, tash për shembull muj më shkruajt mesazh, po muj edhe me çuni voice me zon për Po, shembull tash. ma let me zon. Furkan qyshja je mirë edhe çelaç. Po, a me shkruaj çish e shkruaj? Po, edhe me shkruajt, shkruaj që. Compose message. Text field. Insertion point at end. Cap C. Cap F. Cap F U. U R R M M. Return. New line. Return. Return. New line. Delete. New line. New line. Ah, të kallzon ai. K A Kanë që. B. Shkronjën. Po. Send button. Edhe që mesazhin. Domethënë nuk e kam fort problem. Edhe të njëjtë te Facebooku i qyr kush ka postuar ndaj sen, çka ka postuar. E çish e këshir, Kun te Facebooka po, çka ka postu dikush, për shembull unë çka kam postu. që tash në Facebook Po. Altin Altin Joka para 4 orë ka Aha, të kallzon. po. A doni diçka me kuptu, domethënë pse nuk po fleni mirë për shembull gjatë natës. Po. Tash unë këtu ai lo kjo fol, e kuptoj, por nëse du me kuptu më mirë, muj me bë për shembull me ka një fjalë. Profile picture për shembull, edhe i lexoj ka një fjalë, ose ka një gërm. Domethënë nuk e kam fort problem. Në çështu është. E kim su, ma jo tu ka bon, po, alhamdulillah. Edhe TikTokin? Po TikTokun e bëj një, domethënë i hi te videot, edhe këqyre domethënë del videa jote, ngoj tana e shty me gisht, tjetën me radhë çështu. Thon pak TikToki është i komplikuar. Po, pak më i komplikuar, po. Ama përgjithsisht muj me kuptu dhe TikTokun që shkon procedura e TikTokit. Nuk është për të lashe. Po, da, po. Çështu se i përket domethënë përdorimit të telefonit. Interesant, alhamdulillah. Çfarë mesazhi ju kishte thonë? Kishte kena shumë të sprovum Po. në treva tona. Po një mesazh për të sprovuarin nga Valon Berisha, i cili është i sprovuar me sy, nuk shikon. Pa i sono tash se kush që e ka sprovën vetvete, më varet që she pranon, edhe që she kupton domethënë atë sprovë, apo kupton. Tash nëse dikush është i sprovuar më lehtë se unë, më thonë në ta kuptojnë se dikush mundet me qenë më i sprovuar se Ai. ma keq se ai për shembull, apo kupton. Po edhe nëse çat sprovë që e kanë në të pajtohen me çat sprovë edhe në të mbështetën Allahut plotësisht se Allah i bën zgjidhje për gjithçka ose no. Po. Allah, unë po them prapë kthen atë fakulteti. Që shi na nisna për shembull motor në temë teknena, kanë menuar me një fjalë që thonë populli Allah balla, po kupton. S'po di më ç'mu shprehje, do Po, kuptu. Hajt se po bëhet, ama ja, po u bë gjithçka. Kur e kishe jetën e mirë dhe sinqeritetin, Allah i po çka zgjidhje për gjithçka. Do të thotë që të çështja syve. Veç nëse s'don Allah hiç më mshërum, më ron çtu sprovun, se unë jam të i marr sebepet maksimalisht. Jam të përpjek. Po. Edhe derisa çka jam përpjek, i kum arrit qëllimet e mia. Vallahi po. I kum arrit. Po aty në këtë një mesazh më thon, mos dëshproj pajtoni me caktimin e Zotit që ju ka thue, edhe bani sabër. So, i çon xhenet. Po, s'keni që të zgjidhje. Tash Tash e kam unë sprovën na mu tranua. Ha? Kjo ta bën smujën tjetër ose no. Po mirë jeto, sot për sot, nesër për nesër. Po vallah. Çka vjen pi Allahut, elhamdulillah thuj. Më pëlqen te ti se ti nuk je në depresion, domethënë shpesh ço komedi ban. Bile edhe me sprovën tonë ban komedi, apo kupton? Na shtin ke disponim me këtë shoqërisë. Interesant kjo, pikar buron kjo, interesante tebe se po not. Porzit për ndyshe për shikues, porzit para emisionit dinat çau tu kesh. Suno. Po të ka thënë një muhabet para një 5-6 ditë dola me një kushik që të afër. Po. Kom pa shpejt shok ato, do të thënë Po. kushike na qen, po ai nuk ka qenë i ullzun, edhe pit taravibet Ramazanit e bona shok. Edhe ai do thënë është e unës hasit. Dole me kerë dhe isha i qetë, pak adish mas namazit të akshomit, edhe po ma ban, valim, mos kipe na i sen, thash, jo me mu s'kam kur gjadin, po mjen me kesh, a më ndohë që ka si dëshprun, thash, jove ti musa, jo, edhe apet, o baliti, thash, prit be musa dhe ja 10 minuta, se tash dhiz në javona, hinëm në lkos, mi blet do drita për kuzhin, edhe atë vjetën ai më dhan dorë edhe kur shkum pe marr kur shkum te koca, ma bën mua edhe këtë dritën e vjetër, edhe ishin nxe vol, tash muso ku e ki pas me që të thash se ko ka nxe. Tash muso se të bën 10 minuta unë aktivizona. Wallahi po, tash më stani. Du kallëzoj shikuzve. Kur hinëm në podcast forësit ma boni një fore mu, tha.
Su në tha, tere pas që këto. Kishë nërë këtë drita të zuna këtu. Unë edhe sa dritën e telefonit, për prapë su shike kur që. Dhe më thonë, shikoni qikus, dhe më thonë, edhe në sprovën e vetë është mundohet komedi, mundohet me tu jetën, me koni lumëtur, jo me konë depresiv, elhamdulillah. Alhamdulillah, Allahit, mirë është. Valon, Po, së më vërna. si e kalon ditën ti? Prej në mëngjes deri në gjomë. Mramja. Po, Po, së në si zakonisht, dhe më thonë, namazin e sabajt e falin në shtëpi. po, Dhe më thonë, sepse nuk kam mundësi me do në gjami me falë. po. Bi prap flej, qona më thonë mëngjes e hajnë mëngjesin e pini kafe, që në mas mëngjesit, pas taj vjen dhe më thonë një shok, një vëlla, më thonë aty një vëlla musliman, dalë me ta e fali drekën, edhe nëse ka kuaj e pi një kafe me ta, ose jo, takona me atë xhamis, e pi një kafe që të ofër xhamis, kthejna në shtëpi. Pastaj dhe më thonë rritë e shtëpia, nëse du diçka me përsërit, në Kur'an, në sen, ka pak, ose në qoj diçka në YouTube, ngoj dhe më thonë për shkencë, në sen, për mjekësi, diçka, dhe më thonë se ma e kam qep dhe më thonë këtë dërtimin e mjekësisë. Pastaj vjen namazi i ikindis, e fali ikindin në shtëpi, ose nëse më thirr domethënë kush pi shokëve me fali ikindin në xhami dal, e ha domethënë tana çat drekën që e kena të shtëpia mas ikindis. Rri përgatitna për namaz të akşamit. Për namaz të akşamit domethënë i kam 3-4 shok, njëri prej tyre pa u lëmu me dal, domethënë çare nuk ka. Dalë falë akşamin, prapë pi edhe një kafe mas namazit të akşamit. Rrin janë 40 minuta, një orë me ato. Të na kthejnë në shtëpi, prapë për jatësi dal me ne unë një shok, edhe ose kthejnë në shtëpi, ose dal tana më thirrën, ose ne edhe një djali daj, ose më thirr, ose ne kush çaj shoki dalim, ja bëjnë një xhiro me kerr, shëtitëm ka gjysore një orë, ose rrim që aty në mahall, blejmë një send, një fara, një sok, diçka para derës, të bëjmë pak mohabet, edhe kthejnë në shtëpi. Jam të pa trupin pak, herën e kaluar se ki pas mos miresh me fitness. Pa, sona ka pak kam qef mu marr, po për momentin nuk jam të u marr, domethënë po her pas here aktivizona, ushtroj ka pak, fitness, e du domethënë sportin. Qëllimi jam ka qenë me regjistru fakultetin e edukatës fizike, po për shkak pengesës syve, s'ke mujt, po jam ndërtu tjetër ka. Ligjërata, dëgjon hoxhallarëve dersi. Po, dëgjoj ligjërata her pas here, domethënë ose nështë ka natë që nuk pështej pa ndëgju ka një ligjeratë. Cili hoqë kështu për? Paj, hoxhallarët nuk e kam, në thënë, veç një hoqë, pak si në mas një hoqë, po përgjësi, për këtë hoxhallarët, qopët anës juj, qopët anës tonë, i në përzitë, më thënë, ligjeratat, ngoj për hoqës e Enis Ramës, për hoqës Bekir, hoqës Tirfan, hoqës Shepqet, që ty në, më thënë, që janë njotën, përgjësi. Gjatë studimeve kënë qëndru edhe në Tetov edhe në Shkup. Po. Cili qytet ka pëlqy më shumë? Valla e besonom, tash unë pëlqen të dytë, ama për shembull ka Tetova më ngre zemra më tepër. Sot që s'm kalu më mirë edhe në Shkup, ku e di me dëgjush në Tetov, edhe fakultetit që aty edhe i kena pas do sendviça të famshëm në Furkanin që hajshin të mos mi përmend. Sendviça që ka i got Tetova. Po atër s'kishim kushte në dokëshin si sot më hongër ku me ditë shka. Po. Allah i shmëmle. Valon, të çështja e librave. Po, sono. Çish ja ban me librat? Po, sono libra, ma herë do më thonë, nana sikur që mi ka lezu librat e fakultetit, dhe kom pas detyru mi ka lezu dhe disa libra, do më thonë, për ushqim, do më thonë të ushqyrit e shëndetshëm të libra, se kom qep pakës në më thonë edhe këna ka pjesa ushqimit, vitaminave, minerale këtu. Të interesojnë? Po, më interesojnë për shkak që ma ka imponu rasti i syve. Në më thonë, mi këqyrë ushqimin ma të shëndetshëm, për me rujt pakës, në më thonë, që retinën mësë mu damtu kret. Edhe mi ka inqizu disa libra fetare, në më thonë, matematika të ndryshme të fejës, në më thonë, i kom dëgju dhe libra, edhe tash për momentin nuk kam, në më thonë, dishka libra të rejas për me inqizu nana, edhe me thonë drejtën për mëdhimet me angazhu pak me minqëzu se... Allah e shpërbleft atë nënën tonë. Edhe mo tash në bol, ajo ka bo për neve bol, me thonë inshallah vetëm Allah e shpërblen ato, edhe nana dhe baba kanë bo bol, vallaj, me thonë drejtën trafimi pas ti, është ngarkesë e madhe. Andë në veç Allah ju ka dhënë fuqi. Tu tret fëmit... Po, me thonë motra e madhe, ajo është mirë, nuk ka problem, edhe fëmit alhamdulillah i ka mirë. Alhamdulillah.
Dy motrat që janë mrapa meje, ato kanë problem, të njëjtën diagnozë kena, po ato shohin më mirë se unë. Janë të martuar ato. Po, ato janë të martuara. Njëra është e martuar në Prishtinë, njëra në Prizren. Tash na ka mbet Valoni, inshallah e gjejna një nuse për Valonin, inshallah. Bëhet. Valon, për fund një mesazh për shikuesit tanë. Një mesazh ju kisha dhënë krejtëve. Domethënë, unë që kam çat dëshirë ju kisha thënë edhe juve krejtëve, shfrytëzoni kohën maksimalisht dhe shfrytëzoni për punë të hajrit, mos e angazhoni me punë që nuk janë të hishme, edhe munoni domethënë me lexu dhe me përparu ndërtime pozitive, ndërtim të hajrit. Që është mesazhi jam, inshallah Allah i krejtëve ju jep sukses e i bekon krejt muslimanët. Ky pra ishte Valon Berisha, Allah të shpërblet Valon, e shifemi ne. Shumë sonopiteje, edhe ty e Zotit shpërbleft për këtë mundësi që më dhaje, e inshallah shifemi edhe në takime tashme. Patjetër. Salosh me çka që? Ja, kena me pas salam mision. Ej, dersin më të mirë e pa i që është i sprovuar. Me modestin më të madhe, nuk du t'i nënçmoj hoxhallart. Edhe ato kanë sakrifisa. Mirë po dersin më të mirë e ai i cili është i sprovuar. Kështu që do vazhdoj inshallah. Edhe me ty prapë, me tjerë çështo. Shifemi, shikues të nderuar, të martën ardhshëm, merr frim podcast.